Abaz Hado dhe Guri Madhi vinë së bashku me një ekspozitë të vendosur në një nga pikat më të rëndësishme në qendër të Tiranës, të vizitueshme tashmë nga të gjithë për rreth 20 ditë. Ekspozita e titulluar Together sjell një përzgjedhje punimesh të dy artistëve që një nga eksperiencat më të rëndësishme në jetë i ka bashkuar ata me njëri tjetrin. Guri Madhi ka qenë profesori i artistit Abaz Hado dhe tashmë duke i njohur rrugtimin e tij artistik, është bërë një përzgjedhje veçantë punimesh së bashku me familjen e Guri Madhit dhe trashëgimtarët e tij, të cilët kanë një ndjeshmëri të jashtëzakonshme për veprën dhe për fondin e madh që ai ka trashëguar për ta. Të gjithë vizitorët mund ta ndjekin dhe ta shohin ekspozitën nga afër, sepse sjell një rrugtim të përbashkët të dy artistëve me një kontribut të veçantë në të gjithë zhvillimin e artit pamor në vendin tonë, ndonse në periudha të ndryshme. Together ndoshta është një fjalë vetme e menduar për titullin e kësaj ekspozite. Por në realitet, është ajo lidhje që ka ekzistuar që në krye të herës me veprën e të dy artistëve. Kjo ekspozit përmbledh disa vepra të piktorit të popullit Guri Madhi, profesorit të Abaz Hados dhe disa krijime të këtij të fundit, mbi impresionet shpirtërore dhe reaguese me natyrën, me pemët, pyjet dhe kafshët, si dhe raporti midis tyre gjatë verës së nxehtë të vitit 2024. Po ashtu, ndikimi i ndryshimeve stinore ku ato marrin ngjyra magjike. Bashkëpunimi i këtyre dy artistëve nuk është i pari, por një vazhdimsi koncepti, duke realizuar ekspozita të përbashkëta që janë pritur mirë dhe kanë tërhequr interesin e publikut. Janë gjetur pikërisht ato elemente dhe vepra që afronin harmoninë kromatike, pavarësisht se dy artistët i përkasin formimeve dhe gjeneratave të ndryshme. Profesor Guri Madhi krijoi në një periudhë kur artisti ishte në ndrysnim politike të realizmit socialist, por ky piktor kërkoi brenda kësaj metode dhe guxoi përtej saj, si në rastet kur trajtonte vetëm kompozime dinamike nga lufta dhe historia. Këto vepra kishin lëvizje dhe intensitet ngjyrash, ndërsa ai në studio krijonte në vetminë e tij vepra plot shpirt, larg artit zyrtar. Janë zgjedhur ato vepra me momente delikate ku vajza plot hijeshi nënvizojnë bukurinë dhe freskinë përmes veshjes me kostume popullore, duke krijuar një atmosferë poetike romantike. Ndërsa kur pikturon tokën, është mes një realizmi ekspresiv, ku momentet marrin ngjyrë dhe dritë, qielli dhe horizonti i tokës takohen paqësisht. Të guxosh të jesh krah veprës së Guri Madhit, së pari është privilegj, por nga ana tjetër, të jep një siguri sepse je mbështetur tek një piktor i ndjesisë piktorike, të penelatës spontane, ku buron energji dhe emocion intensiv, sepse është sa dinamik, aq edhe elegant, sa harmonik, aq edhe spontan. Në vitet kur profesor Guri Madhi është ndarë nga jeta, mësimet që kanë marrë më pas studentët e tij ishin kryesisht se veprat që duhen afruar në ekspozita të tilla duhet të jenë pjesë e një programi të raportit personal me atë bukuri magjike të natyrës përmes lojës së pemëve gjatë stinëve të vitit. Pemët duruan vapën e madhe të verës, ndërsa qëndronin duke duruar rrezet e diellit. Ato vazhdonin të qëndronin të forta duke pritur me durim vjeshtën e artë. Nëse i shohim me kujdes, ato luajnë me larminë e gjetheve dhe degëve. Ashtu, të zhveshura, përsëri pranë njëra tjetrës, presin gjallërinë e pranverës. Duke vazhduar në këtë mënyrë të eksplorojë edhe më thellë, artisti Abaz Hado sjell ato ndjesi frymëzuese që të japin pyjet në 4 stinët e vitit. Krijojnë vërtet një botë iluzionare, kanë muzikalitetin e tyre, mes larmisë dhe gjallërisë së trungjeve, degëve dhe gjetheve. Në këtë ekspozit, pemët dhe trungjet e tyre, degët, gjethet, kanë kodin, shpirtin, jetën e tyre, lëndohen, vriten, kalben njësoj si qenjet njerëzore. Together është një ekspozit e Guri Madhit dhe Abaz Hados, të cilët janë përsëri bashkë me punimet e tyre, ku mbizotëron emocioni, ngjyra dhe dinamika. Guri Madhi ka krijuar një vepër të jashtëzakonshme. Ai ka hyrë në historinë tonë kombëtare të artit me potenciale vlerash. Sot, ai vijon të tërheqë vëmendjen e shumë institucioneve të huaja të artit dhe kulturës, ku veprat të veçanta të këtij piktori kërkohet të jenë pjesë e eventeve të rëndësishme.
Kohëve të fundit, disa vepra të rëndësishme të tij janë gjithashtu pjesë e botimeve nga studiues europian e mëgjer. Together është një propozim artistik që u bë realitet në kuadër të vitit ku Tirana është shpallur kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut për vitin 2025, dhe kështu u mundësua ekspozimi i këtyre punimeve për syrin e publikut. Unë jam në shumë i lumtur sot që jam në krah të profesor Gurit, një artistit madh, që ne kemi bashkëpunuar dhe herë tjera kemi hapur ekspozita tjera, por këtë radhë ne menduam që të sjellim një bashkëpunim shumë të gjerë, të detajuar në shumë aspekte, po kryesisht për të zbuluar secili karakteret e veta, konceptet e veta, si dy artistë që janë në dy epoka të ndryshme, por që bashkëngjiten me dashurinë që kanë për vendin, për ngjyrën, për pikturën, për artin. Sigurisht që kjo është një moment shumë interesant edhe për publikun, sepse takohen dy breza artistësh të cilët kanë punuar në situata të ndryshme, por që kanë rezultatet e veta dhe secili nga ne tregon përkupimin e vet, artin e tij, mënyrën e tij të pikturuarit, unë vazhdoj të mbetem në kërkimin të një arti i cili nuk është një realizëm i drejt për drejt, por një realizëm i cili synon që të ketë ëndrrën brenda. Pra, domethënë, nëse shihni këto peizazhet, një pjesë prej tyre nuk janë reale, por janë surreale, të ndërtuara në bazë të asaj që unë kam marrë nga impresionet e mia, nga ato që unë kam kërkuar gjatë gjithë udhëtimit tim për 2 vjet që kam bërë këtë ekspozitë. Jam shumë i gëzuar që më rihipet mundësia të rishikoj disa nga veprat, por edhe veprat e reja të tuajët dhe të profesor Guri Madhet. Do doja gjithashtu të falenderoja Pandin, djalin e profesorit, i cili gjithmonë ka qenë shumë i gatshëm për ta shpërndarë këtë art të profesor Gurit. Nga ana tjetër do doja t'ju falenderoja për faktin për këtë dhuratë që i bët Tiranës në këtë periudhë, që të ftohtë, por që ju e ngrohët nëpërmjet këtyre veprave. Tirana tani më në vitin 2025 është kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe i dialogut, dhe jam shumë i lumtur që shikoj që pikërisht këto vepra shërbejnë si ura bashkëpunimi. Tani më jo vetëm me vendet fqinj që fama e tyre është të konfirmuar, por në 3 kontinente ku përfshihen vendet mesdhetare. Do t'i bëja thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës, turistëve, gjithkush që kalon në Tiranë gjatë këtyre 20 ditëve, le të përfitojë sado pak për t'i parë këto vepra, sepse janë nga ato lloj vepra që i shikon një herë dhe të ngelen në memorie dhe mbi të cilat reflekton. Profesor Abazi, është e disata herë që juve i bëni surpriza këtij qyteti me punët tuaja, por mbi të gjitha me dashurinë dhe me vlerat që emetoni nëpërmjet veprave që pasqyroni. Shumë suksese në këtë ekspozitë dhe gjithmonë Bashkia e Tiranës do t'ju jetë pranë, jo vetëm juve, por të gjithë artit, kulturës, trashëgimisë kulturore, sepse vetëm kështu, duke njohur mirë të kaluarën, mund të përcjellim edhe mesazhe për të ardhmen për fëmijët tanë. Menjëherë sapo më propozoi Pandi që ta ndjek këtë ekspozitë, pak edhe si kurator, po natyrisht edhe si dashamirës, ishte një kënaqësi e madhe, e para sepse kemi të bëjmë me një autor si Guri Madhi, një personalitet i madh i pikturës, dhe e dyta kemi të bëjmë me një piktor shumë aktiv, të jashtëzakonshëm prapë, që është miku jon Abaz Hado. Unë nuk do të them shumë gjëra, sepse besoj se pjesa më e madhe ju e njeh të dy autorët, por do të thoja që kjo ekspozitë është një mundësi e jashtëzakonshme për një takim në kohë, në histori. Unë besoj se çdo imazh në vetvete mban premisat për të kujtuar, mban premisat për të sjell në vëmendje ngjarje të rëndësishme, dhe profesor Guri me këto piktura natyrisht na jep këtë dimension kënaqësie.
Pastaj do doja të shtoja që edhe veprat e Abaz Hadës, është ajo që u tha pak më parë, lidhe me metaforën e pyllit, është metafora e lirisë, e një udhëtimi gjithmonë sa të papritur aq edhe të kënaqshëm. Unë nuk do doja ta zgjasja më shumë, doja t'i uroja suksese si Pandit me përkushtimin që ka për veprën e babait, po ashtu edhe Abazit me aktivitetin e pashtershëm që ka. Suksese dhe faleminderit. Guri Madhi dhe Abaz Hado së bashku, cili ishte impresioni i parë, përshtypja e parë për këtë ekspozit? Ajo që më bëri përshtypje është që kemi dy epoka, të cilat jepen nëpërmjet tyre dy artistëve, dihet niveli, dihet emri i profesor Guri Madhit, të cilin unë e kam njohur fizikisht, por nuk më ka dhënë mësim direkt mua, një burr i qetë, një burr i shtruar, më dhe një profesor i mrekullueshëm, edhe nga çfarë dëgjonim edhe nga shokët tanë. Me bazin të thuash jemi rritur, kemi bashkëpunuar bashkë në liceun e Durrësit dhe pastaj vazhdon miqësia jonë e pandërprershme, edhe miqësi familjare por dhe artistike. Ajo që më bën përshtypje është që të dy këta artistë kanë një lloj moderniteti. Po të shohësh profesor Gurin, veprat e tija janë tepër moderne, aq sa kush flet sot për modernitetin duhet vit marrë mësim nga profesor Guri. Ndërsa tek Abazi shoh ka një gjë tjetër, veprat e tij ka një freski të jashtëzakonshme. Kemi të bëjmë me impresione jo thjesht të momentit, por të mbledhura në kohë dhe që na ka dhënë këto vepra të freskëta me shumë ngjyrë, të cilat edhe duke i bashkuar qëndrojnë mjaft mirë, por edhe duke i ndarë veç e veç qëndrojnë përsëri mjaft mirë. Kështu që Abazi e ka treguar edhe një herë nivelin e tij artistik dhe më vjen mirë që vepra e tija, domethënë, qëndron kaq bukur për krah veprës së profesor Guri Madhi. Përveç se profesionalisht, ndoshta edhe personalisht, edhe për faktin që ju njiheni me profesor Abazin, po njihni mirë edhe ndikimin që ka patur artisti Guri Madhi në një brez të tërë artistësh, si e gjykoni dhe vlerësoni sjelljen së bashku të punimeve të dy brezave të ndryshëm, patjetër, po edhe të një profesori që vjen së bashku me një nga studentët e tij tashmë që ka bërë një rrugë të gjatë në karrierë? Profesor Guri u formua jashtë vendit. Dhe ishte nga ata profesor, që së bashku me profesorët e tjerë të pikturës dhe skulpturës, të cilët i nderojmë dhe respektojmë shumë, bën të mundur që të dalin krijuese të tillë, si puna e Abazit dhe të tjerë, cilët kanë dalë nga kjo shkollë. Dhe kjo është ajo që i ka bashkuar mjaft mirë këta dy artistë. Edhe pse kanë punuar, si më thënë profesor Guri, në një epokë tjetër, Abazi ka kaluar pak në atë epokë, por këtu e shohim të shliruar plotësisht dhe kjo bën që në ngjyrmët e profesor Gurit, domethënë, ti shohim dy gjëra të cilat qëndrojnë mjaft mirë njëra pranë tjetrës. Si e gjykoni përzgjedhjen e konkretisht këtyre punimeve? Cili është elementi që ndoshta i lidh ato më së miri? Pavarësisht faktit që i përkasin periudhave të ndryshme, sigurisht dy artistë të ndryshëm me ideologji dhe me një karrierë apo me një rrugtim të ndryshëm artistik. Profesor Guri është më spikatur, si më thënë, në çështja kombëtare, nëse do themi, nëpërmjet atyre dy kompozimeve, të dy heroinave, por edhe figurën që ka të atje. Dhe këto i lidh të dy së bashku peizazhi, i lidh së bashku ideja, mendimi i bukur i ngjyrës. Këto janë për mua ato që e bëjnë të qëndrojnë bashkë këto dy ekspozita në mënyrë tepër harmonike. Cila ishte fjalia që i thatë në fillim profesor Abaz Hados, apo edhe Pandi Madhi të birit të Guri Madhit, kur e pat ekspozitën të ndërtuar dhe të shfaqur tashmë për publik? Sigurisht, fjala e parë ka qenë urime, e pa diskutueshme, dhe thashë më vjen mirë që evidentojmë figurat cilat si quajmë do të harruar, apo në këto momente kur nuk kemi dhe salla tamam ose galeria e artit që u bë disa vjet, e cila është në riparim dhe në zgjerim, pra në ndërtim,
dhe shpresojmë që të mbyllet shpejt dhe të bëhet, domethënë të kemi tamam të ekspozuara veprat e artistëve tanë më të shquar. Kështu që kjo ishte ajo, domethënë një urime dhe një faleminderit. Profesor Abaz Hado është një nga miqtë tuaj që pa diskutim shpeshherë ndoshta ndan edhe mendime me ju dhe shkëmben mendime, por patjetër pret edhe përshtypje për të gjithë aktivitetin e tij artistik. Kur e pat në fillim ekspozitën së bashku me një nga emrat më të mëdhenj të artit shqiptar, artistin Guri Madhi, cila ishte përshtypja juaj? Mendoj që kjo është një ekspozitë që reflekton shumë mesazhe, shumë mirësi. Në fakt, unë nuk jam 2 breza, janë 3 breza. Unë kam patur fatin ta njoh Guri Madhin. E kam takuar disa herë dhe ishte jo vetëm një artist shumë i madh, por dhe njëri me shpirt shumë të madh. Dhe ai ishte nipi Spiro Xegës, i cili ka realizuar portretin e Skënderbeut në Kal. Me dëshim që është një nga portretet më të bukura për kryeheroin tonë. Pra janë 3 breza. Më vjen shumë mirë që 2 korifej të artit shqiptar, piktorik, janë bashkë në një ekspozitë. Ata i bashkojnë shumë gjëra. I bashkon arti, talenti fuqishëm, i bashkon mirësia dhe frymat detare. Duhet theksuar se Guri Madhi është i frontit luftës dhe është familje lidhur rrësisht me luftën dhe Abaz Hado është nga familjet e persekutuara qa me vuajtjet për të shërbyer këtij kombi me personalitetin e tyre, me artin e tyre, padyshim i kanë bashkuar bashkë. Unë mendoj se për të dhënë mesazh shumë i fuqishëm. Ne shpesh këto kohë kemi parë artistë që konfliktojnë me njëri tjetrin për çështje të tjera dhe të paqena. Ta kanë bërë një figurë krejt ndryshe, në kuptim më të mirë të fjalës, harmoni ndërmjet artistëve, kjo harmoni i shërben përparimit të artit, përparimit të shoqërisë shqiptare në gjitha aspektet. Përveç karakteristikave të tyre si njerëz dhe përveç rrugtimit të gjatë artistik të secilit prej tyre, duke parë përzgjedhjen e këtyre punimeve dhe duke patur parasysh faktin që artisti Guri Madhi gjithmonë ishte i përqendruar tek temat nacionale, tek karakteret e rëndësishme të gjithë rrugtimit historik shqiptar, sidomos asaj periudhe që ai njihte dhe jetoi, dhe më pas duke kaluar tek punimet ndoshta më personale të profesor Abaz Hados dhe tek punime që përqendrohen tek natyra më tepër dhe tek një element i veçantë që ai ka zgjedhur në një fazë të jetës së tij ta eksploroj. Cilat mendoni që janë elementet që i lidhin këto punime? Unë mendoj që këto punime kanë profilet e tyre shumë interesante. Këto peizazhe të piktorit Abaz Hado kanë një profil surrealist, por një surrealizëm i lidhur qëndësisht me artin klasik. Duhet të kujtoj një sociolog shumë të madh gjerman, Jürgen Habermas, i cili është padyshim sociologu më i madh i Gjermanisë, një personalitet, ata e konsiderojnë profesorin e gjithë presidentëve të Gjermanisë. Ai thotë arti avanguardist. Sa do avanguardist të jetë, ai ka lidhje të qëndësishme me artin klasik. Unë në këtë ekspozitë me 2 profile piktorësh shikoj një lidhje të qëndësishme të artit modern të Abaz Hados me artin më klasik të Guri Madhit. Është një kombinim shumë i bukur, është një vërtetim i tezave teorike të fuqishme, të cilat vjedhin nga studimi i artit edhe shërbejnë si busull për të orientuar zhvillimin e artit. Profesor, unë e di që nesër ju do shkoni tek studentët tuaj. Një prej tyre kam qenë edhe unë dikur. Ka diçka nga kjo ekspozitë, ndoshta një ndjesi, ndoshta një përshtypje, që do doni t'ju a thonit atyre për të kujtuar se sa e rëndësishme është t'i ndjekin ndoshta këto aktivitete dhe për t'i vlerësuar ato jo vetëm artistikisht, po edhe për t'u përqendruar pastaj te rrugtimi i këtyre artistëve që në periudha të ndryshme kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm. Hapi parë do flas shumë pak me ta. Ti do të sugjeroj të vinë ta shohin ekspozitën. Pastaj biseda do bëhet më vonë, pas ta kenë parë ekspozitën. Nuk do të flas unë, duhet të diskutoj me ta, sepse studentët
jemi student mrekullueshëm, ata kanë nevojë për motivim, edhe për nxitje, edhe për shtyrsje të studiojnë më shumë. Por kapaciteti intelektual i studentëve tanë është i mrekullueshëm. Është i mineral njerëzor që duhet na bëj krenar. Dhe biseda parë dhe shumë e shkurtër, do t'i sugjeroj ta shohin ekspozitën, pastaj biseda e dytë do të jetë shumë e gjatë, përcaktohet më shumë nga ata se nga unë. Abaz Hado dhe Guri Madhi, dy artistë që sigurisht i përkasin periudhave të ndryshme, diçka i ka bashkuar bashkë, sepse ai ka qenë profesori i artistit tashmë që na sjell këtë ekspozitë Abazit. Cila është përshtypja juaj në lidhje me ekspozitën tani që e keni parë, po keni marrë edhe pak a shumë mesazhet e organizatorëve dhe të vetë profesor Abaz Hados? Përshtypja e çfarë mund të jetë tjetër përveç një përshtypje, një ndjesi e veçantë që përjetohet në rastet e tilla, para veprave të tilla të artit, dhe kur dim emrat e mëdhenj si i famshmi Guri Madhi, për cilin kishim dëgjuar dhe si legjenda para se të kisha pas rast të ofrohem me veprat e tij. Mbaj mend shumë mirë ekspozita e parë e tij kur erdhi në Kosovë në vite shumë të veçanta dhe të vështira dhe kishte fuqinë e një mrekullie. Po ashtu edhe nxënësi i tij, sot piktori, po ashtu Abaz Hado, që po bën një punë shumë të mirë dhe meriton epitetin e nxënësit, të mësuesit të madh. Sigurisht që unë nuk kam kvalifikimet për të bërë vlerësime profesionale të vepra, por nga një pafsi për të shpjeguar teorinë, mund të them se ndihem shumë mirë pranë vepra të tilla dhe konstatoj edhe një herë se shumë herë tjera se aq sa më shumë i respektojmë krijuesit, japim hapësirë për ta, aq më shumë do na çmojë edhe bota dhe do na çmojnë edhe brezat që vinë pas nesh. Jemi takuar së bashku shpesh herë në çelje ekspozitash të ndryshme dhe gjithmonë emocionet janë të ndryshme dhe janë të veçanta. Po këtë herë dy artistë të rëndësishëm që i përkasin periudhave të ndryshme, por diçka dhe dikur janë takuar së bashku, vinë në këtë ekspozitë që po ashtu titullohet Së bashku, Together. Guri Madhi dhe Abaz Hado. Nisur nga sa e njihni veprën e tyre, cili ishte emocioni që morët nga kjo ekspozitë? Jo, ishte një ekspozitë e veçantë. Ishte realisht këto lloj veprash mbartin një mesazh, mbartin një magji brenda tyre që sa herë ti shikosh të duken akoma dhe më të bukura, të duken akoma dhe më magjepse. Dhe veçanërisht kam qenë i privilegjuar që dhe në studiot e këtyre dy, ti themi profesor janë pak, por po i themi me titullin akademik që kanë këtyre dy profesorëve, unë kam shkuar, kam parë dhe aty pastaj aty je në magji, nuk je më në realitet dhe jam shumë i lumtur që këto vepra tani më janë të hapura dhe për vizitorët e ndryshëm që vinë, të cilët ashtu sikurse edhe ju e konstatoni, mbas hapjes së kësaj ekspozite janë ndryshe. Pra, ai mesazh që të dy profesorët, të dy artistët kanë dashur të përcjellin e bëri efektin e tyre. Ashtu siç e pat njerëzit të cilët vizituan dhe vazhdojnë të shikojnë këtë ekspozitë, tithin nga këto vepra atë energji pozitive, atë do thoj atë magji që kanë për më tej ta transmetuar në vazhdimsi të ditës dhe realisht është një dhuratë shumë e bukur që i bëhet Tiranës. Aq më tepër që në kuadër të vitit që Tirana është kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe i dialogut. Është pikërisht tani më kemi 24 vende që përbën një puzzle të 3 kontinenteve që janë pikërisht këto vepra që kanë mundësi ta shprehin atë vlerën e tyre nëpërmjet urave në të gjitha këto vendet mesdhetare. Dhe realisht do thoja që është një sukses i këtyre dy artistëve, hapja e kësaj vepre, por njëkohësisht dhe ajo që shikoj ajo gëzimi që kanë kushdo që e shikon këtë ekspozitë është shumë për të mbajtur në konsiderat. Nga temat nacionale që kanë qenë shpesh herë, por të mos thënë gjithmonë në vëmendjen e artistit Guri Madhi, deri tek natyra, peizazhi,
që tashmë në vitet e fundit është vënë në vëmendjen e profesor Abaz Hadot, cilat mendoni që janë elementët që e lidhin ekspozitën? Unë nuk jam kritik arti ose kulture, por si konsumator do të thoja që mbi të gjitha është ajo ti themi kanë një lidhje vërtetësia e mesazhit që këto duan të transmetojnë dhe e transmetojnë të drejt për drejt, por nga ana tjetër e transmetojnë edhe në një mënyrë shumë të veçantë, duke të veshur me këto vlerat artistike. Realisht dy tipologjitë e veprave janë të ndryshme, por do thoja që bukuria e gjithçkaje është të kesh një ëndër në vetvete. Edhe ky qytet ku ne jemi sot e ëndërruam kështu dhe po punojmë që ta bëjmë dita ditës ashtu siç e ëndërruam gjithë bashkë. Edhe për veprat është e njëjta gjë që shijohen shumë më tepër sepse njerëzit duan të hyjnë ato ëndrat e këtyre dy profesorëve të mëdhenj. Një ekspozitë që sjell së bashku profesor Abaz Hadon, i cili jeton dhe vazhdon të na jap kontributin e tij në zhvillimin e artit pamor, bashkë me Gurimadhin, profesorin e tij, po njëkohësisht një artist të jashtëzakonshëm që ka patur një ndikim shumë të madh në gjithë rrugtimin e tij artistik dhe gjithë kontributin që ka dhënë. Cila ishte ideja që i bëri bashkë të dy? Kishim kohë që e mendonim të, le të themi, prezantim para publikut të dy këtyre autorëve. Edhe miqësia e tyre daton që nga viti 1982 dhe që u përcov pasaj tek ne fëmijët e tij, tek im vlla dhe më pas edhe unë me profesor Abazin. Dhe parë dhe krimtarinë e profesor Abazit që unë jam i magjepsur me këtë pjesë, me gjithë krimtarinë e tij, po veçanërisht këto vitet e fundit, ai gjithmonë ndryshon, gjithmonë evolon dhe më lindi kjo ideja që të bënim këtë ekspozitë. Nuk është ekspozita parë që të dy këta autor prezantohen, kanë qenë dhe ekspozita tjera, po jo në këtë lloj madhësie dhe patjetër që kjo përbën një ngjarje të rëndësishme artistike, mendoj për të dy autorët. Cila ishte përzgjedhja e punimeve që bët për t'i sjellë të dy së bashku? Po, profesor Abazi e kishte përcaktuar krimtarinë edhe këtu ngulmuam të dy, ram dakord që të prezantoj kjo krimtari e vitit 2024, që ka pikërisht të temë kaq të bukur të pyllit dhe ato që lidhen rreth tij, ndërsa pjesa e Gurimadhit lidhej me Tiranën, ato peizazhet janë gjitha nga Tirana, pa përjashtim dhe ndërsa dy kompozimet lidhen me faktin se ato janë vepra të restauruara, bashkë me disa nga ato peizazhe që prezantohen në këtë ekspozitë. Unë e di që ndjeshmëria e të gjithë trashëgimtarëve të Gurimadhit për veprën e tij është e madhe patjetër. Dhe vlerësimi i të gjithë publikut pastaj nuk ka munguar kurrë. Po cilat janë emocionet që merrni ju nga ekspozitat që çelni her pas here me veprat e tij? Tani artistët duhet të jenë prezent në jetën artistike dhe ky ka qenë dhe le të themi synimi ynë, po kishim një arsye edhe më tepër këtë radhë, që duheshin prezantuar të dy këta artistë bashkë. Kjo ideja e imja fillimisht që edhe profesor Abazi era dakord, pikërisht që ne të prezantonim këtë pjesë që shumica është e panjohur për publikun. Edhe pikturat Gurimadhit janë disa që prezantohen për herë të parë në Tiranë. Unë e di që ditët e inaugurimeve janë paksa të vështira për t'u menaxhuar, po me shumë emocion dhe me shumë përshtypje. Cilat janë disa nga fjalët që ju kanë mbetur tashmë në mendje nga gjithë ky grumbull i madh njerëzish që vinë për të parë dhe për të vlerësuar veprën e të dy artistëve? Kënaqësia është shumë e madhe, vetë ju e pat që ka qenë një publik i gjerë nga gjithë kategoritë e profesioneve, por të gjithë ardashës që i bashkon dashuria për artin dhe është kënaqësi, vërtet është e përsërisme edhe unë me kënaqësi këtë fjalë që për ne trashëgimtarët e babait, e Gurimadhit në këtë rast, ne gjithmonë në këto aktivitete kemi, le të themi, ndjejmë që ai është gjithmonë me ne. Patjetër, ai nuk na mungon asnjëherë. Është e pamundur. Artistët e kanë këtë avantazh që janë të pranishëm në të gjitha gëzimet, në të gjitha ngjarjet e familjes.
Komunikimet tuaja me profesor Abaz Hadon janë dinamike, shpeshherë me përshtypje, me vlerësime, po ashtu me kritika, me kundërshtime. Kur e pat ekspozitën të ndërtuar dhe kur i pat të gjitha këto punimet vendosura bashkë me njëra tjetrën, dhe të kuruara me kujdes dhe me një vëmendje të veçantë, cila ishte fjalia e parë që i thatë njëri tjetrit? Doli bukur. Kjo ishte se në fakt argjuam disa orë që u vendosën, profesor Abazi ishte i qartë në kurimin, edhe atë rrugë ndoqëm, edhe ju e shikoni vetë tani, kemi dy artistë janë me stile pak të ndryshme, po lidhen me njëri tjetrin. Si që thashte, kë pjesa e Gurimadit janë dy kompozime që lidhen qik edhe me atë, le të themi, idenë e një situate të luftës dhe paqes. Kështu që duhet ta mendoj mirë këtë pjesë, të shkojmë drejt paqes gjithmonë. Unë e di që ndjeshmëria juaj për punimet e Gurimadit është e jashtëzakonshme dhe kujdesi për punimet e tij, po gjithashtu vëmendja për t'i sjellë her pas here në syrin e publikut është shumë e madhe. Cila është ndjesia e parë tashmë që ekspozita është e hapur edhe për publikun? Është ndjesi shumë e mirë, sepse jam e lumtur që puna e tij vazhdon të mbetet e vlerat janë akoma të pranishme dhe her pas here mundohemi që puna e tij të bëhet e dukshme edhe për publikun. Po këtë herë është pak të ndryshe. Punimet e tij vinë së bashku me punimet e një nga artistëve që tashmë ka një kontribut gjithashtu të rëndësishëm në zhvillimin e artit pamor në vendin tonë dhe sigurisht një nga ish studentët e tij të shumt. Si e keni parë këtë bashkëbisedim midis tyre? Paçka se ndoshta të ndryshëm në stile, ka elementë që i bashkojnë, siç janë dinamizmi, kompozimet, ngjyrat e forta, kështu që mendoj që edhe emri Together është i gjetur sepse ka shumë elementë që i bashkojnë të dy autorët. Ka një pjesë të këtyre punimeve që kanë kaluar procesin e restaurimit, gjë që nuk është shumë e thjeshtë, po shumë e rëndësishme ndonjëherë për punime kaq të vjetra ndoshta në kohë, po të rëndësishme për të gjithë historinë dhe për gjithë rrugtimin artistik të Gurimadit. Si ishte i gjithë ky moment me restaurimin dhe më pas me risjelljen dhe rishfaqjen për Është një proces që ka nisur prej më shumë se një muaji, me disa nga punët që janë të ekspozuara. Është një proces delikat, do shumë mjeshtri, duhet jetë sa më i kujdesshëm në mënyrë që punët mos dëmtohen, duke qenë se janë një pasuri disa vjeçare. Ekspozita është shoqëruar gjithashtu me një katalog i cili po ashtu është një dokument i rëndësishëm që ruan imazhet e këtyre punimeve dhe mund të jetë në duart e gjithë këtyre vizitorëve që do e shohin ekspozitën dhe konkretisht ju jeni angazhuar me gjithë realizimin e këtij katalogu me kurimin. Është një kontribut shumë i vogël im krahasimisht me pasurinë që ka lënë Gurimadi dhe punën e vyer të Abaz Hados. Po, duke qenë se profesioni im është graphic designer, ka qenë kënaqësi që të merrem dhe me këtë pjesë. Kështu që jam menduar të bëj më të mirën për të krijuar një katalog modern me punë të zgjedhura. Një ekspozitë shumë e rëndësishme besoj për gjithë rrugtimin tuaj artistik, sepse punimet tuaja vinë së bashku me punimet e një nga artistëve më të mëdhenj të vendit tonë, po një nga personat që ndoshta ka patur dhe më shumë ndikim në rrugtimin tuaj artistik, një nga profesorët tuaj, Gurimadi. Sigurisht që ne kemi organizuar dhe ekspozita tjera, por kanë qenë më të vogla, si përmarrje më të vogla, që kemi qenë një grup artistësh, por ne menduam që duke pasur dhe misi të vjetër edhe me profesor Gurin, që kur ishte gjallë, por edhe me familjen e tij, ne menduam që të bëjmë një ekspozitë të përbashkët, duke mbetur më shumë tek ajo aspekti i ngjyrës. Pra, do të them që ajo që na dallonte të dy artistëve, që janë në dy epoka të ndryshme, por që janë bashkërisht në një ekspozitë. Pra, ai artisti kishte punuar para viteve 90 dhe artisti që punon në këto periodat dhe ndjek trendet e reja të arteve bashkëkohore dhe moderne. Në këtë aspekt ishte e vështirë të bëje bashkë dy artistë të këtij karakteri, sepse konceptet janë të ndryshe, por ne na bashkoi, domethënë do bënim atë që
të kërkonim këngjyra. Këngjyra jo e shkutur në vetvete, por ngjyra si pjesë e një përmbajtje të caktuar, e cila edhe tek mua dhe tek profesor Guri përkonin me të ngjyrat e forta, ngjyrat e ndezur, ngjyrat të cilat potenconin kromatizmin dhe atë shkëlqimin e forcën e ngjyrës e cila vinte tek mua vinte nga periudha e nxehtë e verës, ndërkohë që tek Guri i Madh ishte si një analizë e cila i jepte mundësi Gurit të punonte grafikisht në mënyra tepër me penelata të forta, ndërsa unë i kam më të shtrira, por ngjyra është potente. Pra, ne luajtëm me karakterin dhe konceptin e ngjyrës potente. Potencialit të ngjyrës si tingull, si dritë, si vëllim, pra Guri ka dhe vëllimin, ka dhe lëvizjen e ngjyrës, ndërsa unë kam më shumë dekorativitetin, por që ka dritë, ka shprehje dhe ka energji të brendshme, dhe ajo që na dallon të dyve është pikërisht që atë që ka pason dhe profesori që ngjyra duhet të jetë si tlyni, si gjalpi që ne përdorim. Pra, aq e butë, aq e këndshme, por që të jetë edhe e lëvizshme, e shkrirë, që diku të godasi fort, diku godat duke krijuar gjithmonë vëllime dhe forma të cilat qoftë në kompozime, qoftë në peizazhe, të strukturojnë dinamizmin e formës dhe relievit. Përveç se paksa kaotike, inaugurimet e ekspozitave janë gjithmonë të mbushura me emocione, po ashtu edhe me përshtypje, cilat kanë qenë disa prej tyre, tashmë që jemi pothuajse në fund të mbrëmjes dhe të prezantimit të ekspozitave. Unë kam sikletin ose atë shqetësimin deri në momentin që është zhvu ekspozita. Në këto momente shoh që ka një reagim pozitiv, ka një reagim të kënaqshëm, sepse këto janë piktura të cilat qoftë ke Guri, qoftë tek mua janë piktura që ngjallin ndjesi pozitive. Pra, kur themi për ngjyrën dhe tham për ngjyrën, kishim parasysh të gjë, që t'i japim një publiku të caktuar, një ndjesi të caktuar në një moment të caktuar. Dhe pikërisht erdhi ky moment që sigurisht koha tashmë akoma nuk ka mbërritur ajo e nxehta ose e ngrohta, por jemi në një periudhë kalimtare dhe sigurisht që ne zgjodhëm që këto peizazhe të mia dhe veprat e Gurit të Madh të jenë pjesë e asaj që po vjen. Domethënë qoftë pranvera, qoftë dhe si të themi dhe ngjyrat që tashmë fillojnë e nxejnë njëra tjetrën, pra fillojnë të çelin gjallërohet jeta. Sigurisht që ke Gurin e futëm padyshim do ta vinim këtë gjë, do nënvizonim elementin që ai është një piktor i tablos bataliste, i tablos të konvencionale, i tablos të luftës, ndërkohë që dy heroinat që janë të njohura tashmë në historinë e Shqipërisë dhe sigurisht edhe një kostum popullor që është gruaja e tij me kostum dardar, pra që duke dhënë atë aspektin gjërësisë të trajtimit të tematikave të ndryshme që ka pasur gjatë historisë të këtij artisti, jeta e tij dhe krijimtaria e tij. Pra, nga kjo pikpamje përzgjodhëm disa vepra të cilat do kishin një balancë që të pasqyronin të plot veprën e Gurit të Madhit, ndërsa veprat e mia ishin të një karakteri tjetër, që janë të një karakteri më poetik, që janë referencë të natyrës, referencë të një natyre e cila nuk është një ilustrim, nuk është një moment, por janë disa momente të cilat janë emocionet që unë kam marrë nga kontaktet të ndryshme dhe i kam hedhur ato pastaj nuk i futur edhe element të ëndrrës, element të virtualitetit, të gjërave irreale. Pra, për t'i thënë shpeshherë që një pemë të kuqe, një pemë bluje, një pemë të bardhë, pra, duke mos i qëndruar besnik një natyre reale, por një natyre e cila perceptohet tek ajo analiza ime, tek laboratori im dhe del që si një vepër e cila nuk janë thjesht peizazhe që unë rri përballë një natyre, por janë peizazhe të cilat ose janë pamje të natyrës që kompozohen dhe rrinë në ritëm dhe krijojnë energji të brendshme.